Për javë me radhë, ju kemi sjellë në vëmendje problematika të mpreta në lidhje me sigurinë ushqimore në Shqipëri, duke filluar nga prania e 35 pesticideve të ndaluara te produktet tona ushqimore, salmonelat e mishi i pulës, apo asgjësimi i palishëm i shpendëve të ngordhur, por deri më tani asnjë mas nga institucioni përgjegjës Ministria e Bujqësisë. Dhe nëse mendoni se skandalet ushqimore dhe indiferenca e autoriteteve mbyllen këtu, e keni gabim, sepse një problem tjetër shumë i madh në vendin ton janë edhe ushqimet me hormone. Dhe pikërisht sonte do të flasim për njërin prej tyre, hormonin kancerogjen etefon. Etefoni është një substancë që nuk gjendet në natyrë. Është substancë artificiale, e prodhuar duke përdorur karbon, ujë, klor dhe fosfor. Dhe ka efektin e pjekjes së frutave i prodhojnë bimët. Dhe tani le t'ju tregojmë pak për zanafillën e tij. Etefoni, ose acidi dikloretil fosforik, është zbuluar nga një grup shkencëtarësh kimist dhe biolog amerikan në vitin 1963. Pas një dekade eksperimentesh mbi ndikimet në rritjen e bimëve, ekosistem dhe organizmin e njeriut, arriti të regjistrohej nga Komisioni Teknik Federal i SBA-s dhe u lejua të përdoret në të gjitha kulturat bujqësore që konsumohen pasi kalojnë në përpunim industrial, si dhe ato që konsumohen të freskëta, si domate, speca e tjerë, ndërsa në Bashkimin Evropian, përdorimi i tij u regjistruar në 1985. Përdorimi i etefonit ka qenë me interes të lartë për fermerët, pasi duke qenë se ka efekt për shpejtimin në pjekjen e bimëve, ata kishin mundësi të vinin më shpejt të gjithë prodhimin dhe më pas ta shisnin me çmim të konsiderueshëm në treg. Por vite më vonë, ky përfitim i tregtarëve do të shoqërohej edhe me pasoja shëndetësore në organizmin e njeriut. Sepse në vitet 90, pas analizave mjekësore të bëra në pacientët pas lejimit të përdorimit të produkteve që kanë si lëndë aktive hormonin etefon, u konstatua se ky acid ishte shkaktar i një sër çrregullimeve. Në radhë parë etefoni ndikon në sistemin nervor, acaron sistemin nervor të njeriut, shfaq probleme në irritimin e lëkurës, edhe të ata që e përdorin, që do të përkatin bimët, po edhe të njerëzit të cilët kanë konsumuar bimë me ngarkesë të lartë etefoni, kryesisht ka kruarje në duart, në ekstrementet, të këmbët edhe në pjesën e kurizit. Ka studime të cilat theksojnë që një prezencë e lartë e etefonit për një kohë gjatë te konsumatori mund të shfaqë probleme të cilat pastaj sjellin sëmundje kancerogjene dhe tumorale të njeriu. Si pasojë, pas studimesh të njëpasnjëshme, në 2012 Komisioni Teknik i ngritur nga Parlamenti dhe Komisioni i Bashkimit Evropian arritën në përfundimin se produktet që kanë si lëndë aktive hormonin kancerogjen etefon, ku përmendim Grassrooter, Grand 48CL, Ethomex, Correct 510CL, Copon e tjerë, duhet të ndaloheshin rreptësisht të përdoreshin në prodhimet bujqësore që konsumohen të freskëta, si domate, speca, pjepër, shalqi, rrush e tjerë, dhe të lejohen të përdoren në prodhimet bujqësore që konsumohen pasi kalojnë në përpunim industrial, si pambuku, gruri, duhani, elbi. Po cila është historia shqiptare e këtij hormoni? Për herë të parë në vendin ton, etefoni është regjistruar me emrin Grand 48CL, i prodhuar në Greqi në 23 korrik 2012 nga Komisioni Teknik pranë Ministrisë së Bujqësisë, që drejtohet nga zëvendës ministri sipas urdhrit të ministrit të bujqësisë. Por a është regjistruar ky produkt në përputhje me ligjet në fuqi? Sipas vendimit të qeverisë shqiptare numër 1555 të vitit 2008 për përcaktimin e rregullave të regjistrimit të produkteve për mbrojtjen e bimëve, në zbatim të ligjit të Parlamentit shqiptar numër 9362 të vitit 2005, thuhet qartë, një PMB regjistrohet nëse përmbush kërkesat e mëposhtme, është regjistruar në 2 shtete anëtare të BE-s ose në një nga shtetet mezetare ballkanike të BE-s që kanë kushtet klimatike, agroteknike dhe mjedisore të krahasueshme me vendin ton. Por Komisioni i Regjistrimit të PMB-ve pranë Ministrisë së Bujqësisë nuk e ka zbatuar këtë ligj, sepse dy janë vendet e BE-s që duhet i referohej ky komision në këtë rast, Italia dhe Greqia ose njëra prej tyre. Por çfarë ndodh në këto vende? Etiketa greke e produkteve që kanë si lëndë aktive hormonin etefon rekomandon përdorimin e tij vetëm në kulturën e pambukut dhe në asnjë kulturë tjetër bujqësore. Gjithashtu, edhe etiketa italiane nuk e rekomandon përdorimin e tij në domate që konsumohen të freskëta, por vetëm në domaten për salcë. Ndërsa në etiketën shqiptare të produktit Grand 48CL thuhet se ai përdoret edhe në domaten për konsum, gjë që bie në kundërshtim me etiketat e dy vendeve që u përmendëm më sipër. Gjithashtu në etiket thuhet se nuk është dëmtues për peshqit dhe bletët, një e pavërtetë e madhe, pasi produkti është helmues për të dyja këto specie. Për t'ju sqaruar, etiketa italiane është miratuar me dekret të presidentit të Republikës dhe ky vend, Komisionin e Regjistrimit të PMB-ve, e ka të atashuar pranë Ministrisë së Shëndetësisë, që përbëhet kryesisht nga mjek. Etiketa e miratuar nga ky komision firmoset nga Ministria e Shëndetësisë dhe merr fuqi zbatimi vetëm pasi dekretohet nga Presidenti i Republikës. Pra, i kushtohet një rëndësi shumë e madhe miratimit të etiketave të PMB-ve
njësoj si medikamenteve mjekësore. Por, a ndodh kjo edhe tek ne? Në Shqipëri, gjithë ky proces kaq i rëndësishëm i është lënë në dorë 5 agronomëve dhe në fund këtë etiketën nxjerr nga komisioni e firmos zëvendës ministri. Duhet pyet zëvendës ministri çfarë profesioni ka. Edhe këta agronomët duhen parë se kur e kanë mbaruar shkollën, çfarë notash kanë, çfarë përvojë kanë punë. Se mund të marrësh edhe diplomën agronome dhe nesër je kryeministër, po nuk e bën dot atë punë. Por edhe diçka tjetër. Në këtë komision nuk ka as edhe një mjek. Gjithashtu, për të regjistruar një PMB, importuesi dhe prodhuesi janë të detyruar ta shoqërojnë produktin me etiketën e vendit të origjinës. Në këtë rast, Gran 48 CL, kur vjen në Shqipëri nga Greqia, patjetër që duhet të ketë etiketë njëjtë me atë greke, në të cilën në mënyrë taksative shënohet që produktet me lëndë aktive hormonin kancerogen etefon duhet të përdoren vetëm në kulturën e pambukut, pa lënë hapësirë për opsione të tjera. Kjo, mirë që s'u zbatua, po sikur të mos mjaftonte, në 2014 etefoni është regjistruar edhe me një emër tjetër, Ethomex 480 CL, dhe po të shohim etiketën shqiptare të këtij produkti, në ndryshim nga vendet e BE-s, ai e rekomandon përdorimin e tij në domate që konsumohen të freskëta. Jemi akoma në kushtet që nga ana ligjore nuk ka ndryshuar asgjë. Ligji i vitit 2005 dhe VKM-ja e vitit 2008 janë në fuqi. Dhe siç ju shpjegua më sipër, etiketa në vendin ton duhet të jetë e unifikuar me vendet e BE-s. Po ashtu, nuk ka ndryshuar as vendimet e Parlamentit Evropian, të Komisionit Evropian dhe të vendeve anëtare të BE-s për përdorimin e produkteve që kanë si lëndë aktive hormonin kancerogen etefon. Pra, kjo do të thotë se janë miratuar etiketat të këtyre produkteve nga Komisioni i Regjistrimit dhe zëvendës ministri i bujqësisë në kundërshtim të hapur me ligjet në fuqi. Por përveç kësaj, ata bien në kundërshtim edhe me veten e tyre. Në etiketën e produktit Ethomex thuhet se ky produkt është helmues për peshqit dhe bletët, ndërsa te produkti Gran 48 CL, që është po e njëjta lëndë aktive, etefon, thuhet se nuk është helmues për peshqit dhe bletët. Te grasrutera ama, shënohet se është mesatarisht helmues. E po, kur janë pa qartë edhe për këtë gjë, ç'të presësh më shumë? Si pasojë, në Shqipëri këto produkte janë përdorur në mënyrën më kriminale të mundshme në plërime e fruta konsumi. Fermerët shqiptar nuk kanë asnjë njohuri për mënyrën se si përdoret ky kimikat, sepse nuk i ka thënë dikush që kjo gjë përdoret kështu. Etefoni përdoret 100 deri në 300 ml për 100 litra në përqendrimin 0,1%, që do të thotë në 1 litër ujë 2 ose 3 pika nga ajo pikatoria që i hedhim kalamajve te veshi atë ilaçin. Domthon kaqe. Për produkte tek të cilat ne marrin frutat, etefoni përdoret në spërkatje në ajër, domatja, molla. Ka fermer të cilët marrin një copë pambuku, një leck, e zhytin aty taj lëngu që kanë përgatitur me këtë etefonin, pa e ditur fare as përqendrimin, atë 0,1% që thashon. Edhe me atë leckën i lyn domatet, i lyn produkti skuqet shumë shpejt dhe ai nuk pret këtë 2 javshin te domatja apo 10 ditëshin te molla, e vjel brenda 2-3 ditëve, sepse do t'i kalbet ai se i ka hedhur shumë kimikate ai. Në mënyrë që të mos i kalbet, edhe shkon e nxjerr brenda 2-3 ditëve e nxjerr te konsumatori. Po në momentin që ti ke spërkatur shumë me etefoni brenda 2 ditëve nuk ka kohë që të shpërbëhet në etilen, po ngelet etefon në frut. Kështu që ti e merr aty në tavolinë e konsumon, ti ke konsumuar etefonin, nuk e konsumu domaten. Më qartë se kaq nuk ka. Ndaj me të drejtë na lindin disa pyetje. Çfarë etikete e ka shoqëruar produktin për të regjistruar nga importuesi dhe firma prodhuese e tij? Komisioni i Regjistrimit dhe zëvendës ministri më datë 23/7/2012, ai kanë ballafaquar etiketën shoqëruese me etiketat greke dhe italiane, cilat kanë qenë arsyet që është shkelur hapur ligji nga komisioni. Shkelje shumë të rënda që kanë vënë në rrezik jetën e konsumatorëve, sidomos fëmijëve, grave shtatzëna dhe moshën e tretë. Ky vendim e pakta i papërgjegjshëm, me pasoja që sjell në shëndetin e njerëzit, por bën vepër të rënd penale në kufi të krimit kundër njerëzimit, ku janë të përfshira 2 palë, Komisioni i Regjistrimit të PMB-ve me zëvendës ministrin e bujqësisë që kanë miratuar vendimin e komisionit dhe investitori së bashku me firmën prodhuese. Por kjo çështje nuk është hetuar asnjëherë nga autoritetet ligjore, edhe pse është ngritur si problem nga fermeri Bashkim Lika, i cili 2 vite më parë do të hapte një debat të gjerë në lidhje me përdorimin e palishëm të këtij hormoni kancerogen. Si pasojë e denoncimeve të vazhdueshme, më në fund, më 21 qershor 2024, Ministria e Bujqësisë vendosi të ndryshojë etiketat e këtij produkti. Por t'ua bërë më të qartë, nëse më parë produktet me përmbajtje etefoni lejoheshin të përdoreshin edhe në domaten për konsum, pas qershorit të 2024-s, në etiketat e tyre të ndryshuara, thuhet se këto produkte duhet të përdoren vetëm në pambuk, grur, duhan dhe elb. Pra, deri para vitit 2024, na pas bërë mirë etefoni. Gjithsesi, edhe pse ministria më në fund veproi,
Këtu duhen bërë disa sqarime, sepse sipas të dhënave zyrtare nga ky institucion, në Shqipëri nuk mbyllet pambuk dhe gjithashtu gruri nuk ka nevojë për këto hormon, për vetë klimën mezetare të ulëtësirës perëndimore që ja ofron të gjitha kushtet për rritje normale. Për sqarim, në kulturat e dritrave, hormoni etefon përdoret në vende të ftohta si Rusia apo Ukraina. Pra, edhe pse vendimi i Ministrisë së Bujqësisë synon të eliminojë ndikimin e këtij hormoni në organizmin e njeriut, në terren nuk ka asnjë efekt të tillë, pasi edhe sot e kësaj dite, ky produkt shitet për skuqjen e domates pa etiketë të ndryshuar në farmacitë bujqësore të vendit tonë. Shive këta? Jo me te, më është me emër tjetër. Për çfarë përdor? Domate dhe kastravet, sa lek bën? 26. Pasi kemi paguar lekët dhe presim të na vi etefoni, pronari diçka nu hat dhe në momentin që punëtori i tij vjen me shishën në dorë, ai i bën me shenjë që të largohet. Dhe pretendon se nuk e paska në magazin. Jo, nuk paska, të mora dhe lek. S'ke? Në falë se lek. S'ka vëllëm. Të paktën lekët po na i kthen. S'di ku mund gjej? S'po ashtu me jo, nuk të... Po ku të kanë gjellë dhe i me? Në tentativën e parë, nuk arritëm ta finalizonim blerjen, pavarësisht se e dokumentuam, ndërsa në të dytën... E ke? Ja, shefe. Tani mua më tha për domate dhe a i përdorim... Ky është lëndë aktive Ja, kjo. për skuqesh. Është i lejuar, është në vitrinë për skuqesh. Po për grurin për rritje përdoret? Jo, çfarë rritje gruri? Gruri është barë, çfarë rritje do përdorim dhe gruri? Sa lek bën kjo? 25. Që thjesht ishte, mjafton të trokasësh në dyert të këtyre farmacive dhe ky produkt shitet si buka që ham. Përse Ministria e Bujqësisë ka lejuar përdorimin e lëndës etefonit në produktet e freskëta bujqësore, duke qenë se Bashkimi Evropian e ka ndaluar këtë që nga viti 2012. Jo, se ka ndaluar. Që nga viti 2012 për produktet e freskëta bujqësore flasim për Nuk e ka ndaluar. fruta të tjerit. Nuk e ka ndaluar. Po mos ta kishte ndaluar Bashkimi Evropian, zoti zëvendës ministër, ju s'do ta kishit ndryshuar etiketën. Por mendoj se këtë e kemi shpjeguar mjaft qartë. Ai si lëndë qarkullon në Bashkimin Evropian, vazhdon të qarkullojë edhe tek ne. Të gjitha këto kompani, bazuar edhe në abuzimet që bëheshin me këtë lëndë, është marrë vendimi në komision dhe janë përcaktuar saktë në etiketë se ku duhet përdorur. Nëse në teori thuhet kështu, praktika tregoi krejt të kundërtën. Por këtu përgjegjës nuk jemi ne që e blejmë me kaq lehtësi, por autoritetet e kontrollit që nuk funksionojnë, pavarësisht se zoti zëvendës ministër e mendon ndryshe. Çdo shkelës që nuk respekton etiketën, dënohet sipas ligjit. Dhe këtë ne po e ndjekim në gjurmëshmëri dhe në vazhdimsi. Por a është e vërtet kjo që sapo dëgjuam? Ne nuk kemi asnjë lloj kontrolli në këto kompanitë që shesin kimikate. Ne nuk kemi një kontroll të fuqishëm doganor për hyrjen dhe daljen e kimikateve që përdoren në fushën e bujqësisë. Ne nuk kemi laborator për të bërë analizat edhe për të bërë kontrollet e këtyre substancave që hyn dhe dalin në territorin e Shqipërisë, përfshirë dhe këto domatet që janë me këto etefon apo grurin. Dhe nga ana tjetër, ne na mungon dhe transparenca për procedurë. Ne nuk kemi fermer të cilët të mbajnë të dhëna çfarë bëjnë ata në fermë. Ka 350.000 fermer në Shqipëri. Nga këta vetëm 50.000, 60.000 janë të regjistruar që kanë edhe numrin e identifikimit. Edhe këta 50.000, 60.000 që kanë numrin e identifikimit, a kemi ne njerëz mjaftueshëm dhe teknologji të mjaftueshme që këta 50.000, 60.000 t'i kontrollojmë? Ja. I gjithë ky diskutim që po bëjmë mund të konsiderohet i kot për autoritetet e ministrisë, sepse për ta rreziku nuk ekziston. Etefoni nuk është një lëndë e rrezikshme në momentin që ajo përdoret. E rrezikshme është koha e karencës. Për të gjitha, se këtu s'ekziston fare një rrezikshmëria, ajo dëmton vetëm cilësinë e produktit. Nuk dëmton Konsumatorin? absolutisht. Etefoni e dëmtojnë konsumatorin sepse dëmtojnë sistemin nervor të njeriut, shfaq probleme në lëkurë, bile studimet e fundit theksojnë që shfaq edhe probleme dhe në aparatin respirator. Në rrugët e frymëmarrjes sugjerojnë mos përdorimin e etefonit sepse ndikon në shtimin e sëmundjeve kancerogjene dhe tumorale. A është momenti që autoritetet ta marrin seriozisht dhe ta bllokojnë përfundimisht këto hormon të rrezikshëm? Unë nuk e shoh fare të arsyeshme që të përdoret fare, as edhe te gruri, as edhe te këto elbi apo ku dion ministri, as edhe te tomatja për salcë. Nuk ka asnjë arsye. Shqipëria për shkak të klimës nxjerr 2 javë më shpejt nga fusha, prodhimi në fushë, gjithë produktet në krahasim me Maqedoninë, me Serbinë. Nuk ka asnjë arsye.